Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Sociologjia e suksesit. Ja ku jemi sërish në studio të dashur miq në ditën botërore të radios me një nga gazetarët më të mirënjohura të Radio Tiranës, e cila vijon të jetë e pranishme në studion ton çdo përvjetor dhe në çdo ditë të veçantë të saj, sikurse dhe sonte. Pra, është rasti për të sjellë në vëmendje historinë dhe kontributin e figurave të rëndësishme të Radio Tiranës, njëra prej cilave është këtu sonte. Kam kënaqësinë të bisedoj me të, me zonjën Liliana Shanto. Mirëserdhe. Jo, faleminderit për ftesën. Unë do të thras Lili, sepse nuk mundem ndryshe. Jemi kesha ime, Kozet. E vjetër. Shumë e vjetër dhe gjithmonë e re. E kemi thënë gjithmonë që ne ecim pas Lilianës. E vërtetë është, sepse në fundit ju ma keni thënë këtë nga që unë në shpirt përpishem ose më ngelem e re. Dhe kjo ndoshta më reflektohet, vetëm kaq. Ka kontribut radio në këtë rast? Sigurisht që ka, shumë, tepër. Sepse është pasioni im. Nuk e mendoja që do vija në radio dhe do punoja këtu. Dhe kur erdha në fillim psova një lloj tronditje duke parë ande këtij se çfarë mund të bëja unë. Çfarë isha e zonja të bëja unë, vija nga bangat e shkollës. Po dalu i ngranova dhe sigurisht me ndihmën e të tjerëve, edhe sidomos të Reshat Arbanës, që ka qenë shefi im i parë, i cili më futi edhe më shumë pasionin për radion dhe sidomos për emisionet që ai më dha. E filloi nga emisionet e Kopshtit, të cilat për mua ishin një argëtim, ishin lodhje dhe argëtim, sepse është fidanishtja e jetës. Edhe unë punoja me kaq dëshirë me ata, me kaq pasion, njëkohësisht isha dhe emisione të tjera, si për shembull ishte një emision e shtuna letraro artistike. Sa bukur ka qenë redaksia e fëmijëve. Redaksia e fëmijëve ishte me 8 persona. Enkas për fëmijë. Ne ishim një mini radio. Ne jepnim dhe lajmet tona, ne jepnim teatrot tona, radiodramatizimet tona. Domethënë siç kishte radio për të rritur, kishte edhe radio për të vegjël. Gjithçka pra. Fillimet e mia kanë qenë shumë të vështira. Domethënë për të nxjerrë një 5 minutë, mua më duhej 4 orë, 5 orë, lodhesha me fëmijët në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse unë nuk dija se si t'i afroja ata. Dhe arriti koha kur unë shkoja dhe mund të bëja 1 orë të tërë brenda 1 ore. Domethënë unë veja mikrofonin dhe fëmijët flisnin sepse unë dija ti drejtoja, dija ti bëja për vete dhe fëmia po e ndjeu që ti e do, ke respekt për ta, se duhet ti drejtohesh dhe me respekt. Atëherë fëmia hapet, çelet dhe fillon e flet. Edhe flet aq bukur dhe aq këndshëm, saqë më kujtohet një herë kam qenë në një udhtim për të shkuar në Shkodër me tren, edhe ishin disa basketbollistë nga Corriku. Edhe ato po flisnin për emisionin e Kopshtit që kishin dëgjuar. Edhe unë u apita dhe i thash unë e bëj, se më qelluan pak më lart, e unë e bëj, ua, pse ti je Liliana Shat? E të tjerë, ato dëgjonin emisionin e Kopshtit, atëherë një radio ishte vërtet. Këto, edhe ato mbajnë gjëra shumë të bukura. Radio Tirana përfshinte gjithçka. Ishte një. Po sa një luan, kur kemi një vetë. Unë me që ishte një dhe me që jam shumë e vjetër, mund të them pa frikë, jo më ka ndryshuar mua kur kam ardhur, po më ka edukuar që kur kam qenë studente, sepse ne dëgjonim gjithmonë në radio, kam pas një radio te koka. Dhe për shembull në orën 6:01 fillonte muzikë klasike. Aty kam mësuar shumë për muzikën klasike dhe e kam pëlqyer, më ka edukuar dhe unë ngrihesha herët vetëm për ta dëgjuar. Megjithëse ka qenë një kohë e politizimit të skajshëm, Radio Tirana gjithmonë ka qenë më e pakta e ndikuar, edhe vite më vonë. Është interesante. Nuk e di pse ndoshta radio ta jep lirin për të thënë më shumë se sa një politik. Shiko, nganjëherë ja për shembull, unë kam qenë për një kohë të gjatë në radio. Nganjëherë propagandën e bënin vetë gazetarët që ishin për t'u kapur sipër. Kishte gazetarë që i mshonin kësaj. Kishte edhe gazetarë që e linin jashtë. Nuk e kam përmendur asnjëherë në për pjesët që un kam shkruar, në për pjesët që kam incizuar. Po s'kishte si ta fusje. Po jo vetëm s'kishte si ta fusje, por mund të gjeje mënyra të tjera për të mos e futur. Sociologjia e suksesit. Ke ndonjë moment të paharruar, si thua, që gjithmonë e kujton të kësaj periudhe që po flasim? Ishin mbjelljet që i thoshim mbjelljet e pranverës ose mbjelljet e vjeshtës. Në kohë poshtë kishin bërë mbjellje me kubik.
Unë shkova për të bërë një bisedë dhe mu duk shumë interesante kjo. Dhe unë bëra një emision se si fëmijët i mësonin edukatorët të mbillnin me kubik. Kupton? Edhe kjo tani ishte dëgjuar deri në komitetin qendror. Edhe vjen një person, mbledh gjithë radion dhe më lavdëron përpara radios. Për këtë punë, që unë ngela pa mend. Ti ke pësor. Jo, unë mësova shok dhe nuk u gëzova. Unë u hidhërova. Se thash në qoftë se unë bëj një gabim, qoftë të vogël, ata më dëgjojnë. Sepse njerëzit edhe gabojnë kur punojnë. Mund kisha kap në një ashtu. Dhe në atë kohë tashmë ndryshon. Unë u trondita dhe thash duhet jem shumë e kujdesshme. Pra ne kishim dhe autocensurën vet. Mundoheshim të ishim brenda çdo kornize. Por nga ana tjetër, fëmijët për shembull janë kaq të ëmbël dhe flasin kaq bukur saqë më dëgjonin dhe të rriturit. Shumë e vërtetë. Sepse dhe të rriturit kanë fëmijë. O Lili, cili është emisioni, me që nuk e bërë vetëm për fëmijët, ke bërë emisione gjithë kohën. Paralele artistike edhe më pas mesditë mes mosh, edhe të tjera emisione. Cili ka qenë ai që ke pas më për zemër këtu në radio? Shiko, unë fillova paralele artistike. Mua më ra dhe hemoragjit cerebrale për emocioneve të tmeshme që pata për këtë emision. Dhe vërtet që pra sa të karon. Ishte një shokim, shkoja në shtëpi dhe dridhesha, sepse edhe kur shkoja në shtëpi më përcillte të kujtoja dhe kam pas regjisor Aldon Liben përcillte i shkreti Aldon sepse kisha frikë të shkoja, se ishte një zallamahi, një kaos. Ishte periudha të sistemeve. Por megjithatë unë e bëja. Edhe unë nuk merja asnjë para për këtë. Edhe isha përgjegjës redaksie, mund mos e bëja. Pastaj edhe këtu në radio zinte, dolën në pas zilit. Pse ta bëj ajo? Ç'pun ka ajo? Ajo është përgjegjëse redaksisë së fëmijëve dhe të rinisë. Ç'pun ka me artin dhe kulturën? Unë isha ti je një enciklopedi më vete. Unë si ja thash dëgjuesit, po kjo është e vërteta, dëgjuesi që të njeh e di shumë mirë këtë. Kështu që unë doja ta shpalosja atë. Me që kisha lexuar aq shumë, kisha mbajtur aq shumë shënime. Doja të flisja për artin në përgjithësi. Dhe mbi të gjitha doja që t'i tregoja, sepse ne duhet kemi mundësi të ta themi këtë. Ne duhet paraprim, ne duhet të themi atë që dim dhe ajo që është vërtet e vlefshme, ne atë duhet të themi. Radio duhet të jetë jo propagandë, radio duhet të jetë edukuese me gjëra të cilat ju vlejnë njerëzve. Dhe unë desha të them, fillova kështu emisionin tim që shiko, demokracia është fakultet. Demokracia është pjesa më e lartë e një sistemi, sepse të sundoj populli është gjë jashtëzakonisht e madhe, përgjithsisht nuk ndodh. Edhe në Athinën e lashtë, unë fillova me Athinën atëherë, edhe në Athinën e lashtë kishte vërtet demokraci dhe mbreti u gjobit, mbreti Spartus u gjobit se nuk hëngri me ushtarët, po donte të hante me mbretëreshën, deri këtu shkoi puna. Por ama ata kishin sklever. Pra ishte demokraci për një pjesë dhe jo për pjesën tjetër. E kupton? Dhe këtë gjë desha ta them, neve shqiptar përgjithsisht nuk kemi demokraci në familjet tona. Në sa po vuajnë, domethënë gratë, keq trajtohen, ne kemi shumë vështirë këtë. Jemi një botë pak maskiliste, ne duhet i themi gjërat ashtu siç janë. Dhe kur ti nuk e ke demokracinë në shtëpinë tënde të dëgjohet edhe fjala e gruas edhe e vajzës, atëherë ti si e kërkon këtë në shtet? Ti s'mund ta kërkosh dhe nuk e ke. Unë do të thosha që sa mirë ke bërë që e ke lënë atë emision më pas, sepse imagjino ku të çojë në spital. Emocionet e fuqishme. Emocione shumë. Çfarë bën radion unike krahasuar me gjithë mediat e tjera? Shiko, sepse e merr kudo, prandaj. E merr në makinë kur shkon, e merr në mal. Ai bariu, ne na morin telefon një bari që ishte duke kullosur, ora ishte 10 dhe bariu ishte në porrinte me delet atje në stal lart dhe po dëgjonte emisionin ton. Ja kjo është radio. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Ke punuar në të dy kohrat, para 90-ën dhe pas 90-ës. Si ka ndryshuar me pak fjalë radio sipas mendimit tënd? Po, me thënë të drejtën, radion e kam parë si një mundësi për të thënë gjërat më të bukura që un kam dhe që më kanë bërë përshtypje. Atëre i thonim gjërat edhe na kërkohej cilësi. Ishin edhe njerëz të tjerë të cilët na shikonin se si i kishin bërë gjërat. Kalonte përmes hallkave. Po kishte hallka. Ti tani mbas 90-s dolën njerëz bën emisione direkte. Dhe emisioni direkt i thua, ç'a po bën, ku je, ç'a po ha, ç'a ke bërë për drejt. Ikën minuta. Dhe si u iknin atëherë. Shiko, po kjo është kasht. Është kasht. Ç'a po i jep tjetri të dëgjoj? Aq më tepër që akoma ishte vetëm një radio. Kurse ne, për shembull, sidomos kur u hoqën,
teatrot, radiodramatizimet. Kemi dramatizuar pjesë nga literatura botërore nga më të bukurat. Dhe njerëzit mund të rish në shtëpi, mund të jesh dhe i smur dhe ti e dëgjon, edhe ai ta thot, edhe me aktorët më të mirë atëherë që vinin. Radio e bëri botën të vogël, sepse njerëzit filluan të dëgjonin se çfarë ndodh në Kinë, kur ti ishe duke la rrobat, ose dëgjoje se çfarë ndodhte në Amerikë tjetër. Pra u bë shumë e vogël. Radio është, ne themi është magji sepse futet kudo. E merr tani edhe me bateri, punon kudo që të shkosh ti e ke me vete. Prandaj themi që është akoma shumë e fortë, edhe pse ka dalë, edhe telefoni ka dalë tani. Veç televizionit, po. Veç televizionit, edhe një adhurim për atë që e krijoi dhe që e çoi botën 100 vjet përpara. Sepse në fundit dhe radio, Nikola Tesla për shembull, që e krijoi dhe mori patentën në 1900-ën, e çoi botën, e tronditi dhe e çoi botën 100 vjet përpara. Pse? Sepse duke dëgjuar unë mendimin tënd, ngrihem mbi mendimin tënd dhe krijoj timin. Njerëzit kështu funksionojnë. Asgjë s'është origjinale, thot Bibla. Pse kujton thot se ajo që ke shpikur ti nuk është shpikur përpara, por mund të ketë humbur. Te thot e ke në Bibël. Dhe shumë gjëra janë shpikur dhe janë humbur. Kjo ka ndodhur. Për shembull, djegja e bibliotekës Aleksandrisë ishin 700.000 papiruse dhe gjithçka që ishte krijuar deri atëherë u zhduk. Mirë, po sa Einstein ke ti që dalin në këtë botë e të tjera, sa mjek të famshëm që të gjithë ishin lënë tërë punimet e tyre. Me që i përmende këto, Lili, mendon që ka të njëjtin ndikim radioja si dikur? Cili është mendimi? Ja, nuk e kam atë ndikim. Më vjen keq. Më tepër është kthyer në argëtim. Shikoj, Radio Tirana ka qenë gjithmonë shkollë, edhe për radiot e tjera, për televizionet e tjera. Ne na erdhi një Peter O'Dale, që ishte një menaxher i famshëm i BBC-s dhe na tha, çfarë të bëni ju kur të fillojnë në radiot e tjera dhe televizionet e tjera? Si mendoni që do ta menaxhoni ju radio-televizionin tuaj? Dhe ne ishim euforik se tham neve kemi një arshiv të jashtëzakonshme. Ne kemi gazetarë shumë të mirë, kemi këtë, kemi atë, folëm dhe ishim të gjithë përgjithsisht, ishim përgjegjësa dhe drejtorish. Arkivi u vodh, gazetarët e mirë ikën. A çfarë i mbetet të radios? Pastaj i mbetën vetëm ata që kishin pasion dhe që i duan dhe shkallët radios. Siç jam unë e ti për shembull. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Cilat janë ato cilësi që duhet ketë një gazetar radiofonik? Që të jeti suksesshëm. Që të jeti suksesshëm. Shiko, asnjëherë mos e hiq librin nga dora. Nëse ti vet nuk mbushesh, çfarë do japësh? Çfarë do thuash? Ha? Je patjetër në veshin e të gjithëve. Prandaj, sa më bukur të flasësh. Çdo fjalë shkon. Çdo fjalë shkon. Nganjëherë fjala shëron. Fjala mund të kthejë edhe nga vdekja. Fjala është magji, fjala është gjithçka. Si i than atij Ezopit, i than, na thuaj kush është gjëja më e shishme në botë, më e mirë, dhe ai tha gjuha, sepse me gjuhën e themi të dua. Themi fjalët më të bukura. Po kush është gjëja, se po e them shkurt fare, po kush është gjëja më e keqe? Gjuha, thaj. Po si ti tani the që është më e mira? Po se me gjuhë themi të vras, të urrej. Shumë e vërtetë dhe bukur. Lili, në përgjithësi tek sociologjia e suksesit kemi thënë që nuk do t'japim këshilla që kur është krijuar ky emision. Po unë mendoj që ke të gjithë targetin për të dhënë ndonjë këshill për ato që aspirojnë të jenë gazetar apo për gazetarët e rinj. Unë do të thoja, përveç që duhet mos e heqin librin nga dora dhe jo vetëm të lexosh, po dhe të mbash shënime, ti je sa më i sinqert. Është sinqeriteti ai që të bën të madh, të bën të bukur, të bën të Zotin, sepse sinqeriteti ose e vërteta ka një forcë që asnjë gjë tjetër nuk e ka. Nuk e mbulon dot ti me fjalë shumë të bukura një gënjeshtër. Po kur ti je i sinqert në atë që thua, depërton nga zemra në zemër, kështu ta thosha. A të mungon radio? Sa të mungon? Jashtëzakonisht shumë. Tani po merrem me 2 librit e mi të vegjël dhe prandaj dashuria e një gjysheje për fëmijët e vegjël është e jashtëzakonshme, nuk e kisha provuar. Ajo më bëri t'i sepse ti e di që unë kisha një emision këtu dhe e vazhdoja dhe ju doja shumë të gjithëve dhe më donin, sepse është kënaqësi të marrësh dashurinë në këtë moshë, të shtohet jeta, Kozeta. Nëse do të riktheheshe, Lili, me një emision special, çfarë teme do bëje? Gjithmonë mes ditë mes mosh. Pse e di pse e kam zgjedhur këtë emision dhe e kam thënë, sepse
Një qoftë se jetën e njeriu do ta marrim si një ditë, mes dita është pikërisht kur thyet mosha. Do të thënë midis 35-s 50-s. Dhe atëherë njeriu nuk vrapon më, por vetëm dalon një çast dhe fillon e kthehet dhe shikon si e ka bërë jetën deri atëherë. Çfarë ka bërë mirë dhe çfarë ka bërë keq. Gjithmonë është një moment reflektimi. Dhe pikërisht në këtë moment të reflektimit desha të ndryhoj unë. Qoftë me një fjalë të urtë, qoftë me një legjendë ose me rrëfenja që janë kaq të bukura dhe që na japin aq shumë, që na thon aq shumë, ose me një pjesë me vargje të marra nga tragjedia e Shakespeare-it që është një situatë që përcjellësh pak nga kultura botërore tek dëgjuesit. Pikërisht. Që radio faktikisht e ka një nga misionet e saj që dhe të ndikojë në kulturën e njerëzve. Po do të pyesja, a ka ndonjë moment në radio që do doje ta fshije nga kujtesa, por që dëgjuesit mund ta mbajnë mend? Nuk e di, ne në emisionet e fëmijëve për shembull dhe të rinis, kemi qenë më të kujdesshëm dhe ka pas emisione vërtet shumë të bukura, po kemi pas dhe emisione si për shembull Njeriu i ri si Çishin Cao që si kam dëgjuar asnjëherë, ca kështu që mund mos ishin fare në radio dhe pikërisht këta njerëz që u morën me këtë njeriu e ri, që dilnin në përmbledhje, që bërtisnin që këta kthehen me njëherë flet, sa u kthyen që të merrnin gjak në vetull. Edhe kur vjen puna, këta kthyen me njëherë dhe u bën tjetër gjë. Nuk i njihnin më. A ka ndonjë situatë, është situash që ke dalë me një improvizim të çastit, ke shpëtuar këtë lloj situate, nëse të kujtohet natyrisht. Humba siglën. E humba siglën, nuk e gjeja dot. Edhe thasi do ta fillosh pa siglën dhe u fut pa siglën. Kupton, improvizim dhe thash nuk po e gjejmë dot, po s'ka rëndësi, sepse ne po fillojmë emisionin e tjera. E teja, u the dëgjuesve. Po, ju a thash. Se s'kishën si ta mbuloj, se në siglat i kemi pasur kështu. Edhe shpëtim Saraçi mi bëri, 5 sigla. Falenderoj nga zemra sepse më ndihmoi shumë. Sigla është shumë e rëndësishme, se fton dëgjuesit dhe kur e kishe bërë origjinal. Për kinematografin, ai fillonte me një sigël shumë të shkurtër, po e fillonte nga oktapodhi. Ajo pjesa e bukur. Dhe të gjithë e dinin që unë tani do flisja për kinematografin. Shumë e vërtetë. E të tjerë ishte një gjë shumë e bukur. Ishte një paraprgatitje për atë që ti do dëgjoje. A ke pasur ndonjë moment si thua rebelimi në radio? Rebelimi, po jashtë emisioneve, asnjë s'ka mbajtur. Megjithatë ke bërë diçka ndryshe nga rregullat. Ka ndodhur kjo gjë? Ndryshe nga rregullat, kam zbatuar rregullat, por më ka ndodhur për shembull rebelim, s'mund ta them sepse isha direkt në emision. Për shembull te paralele artistike, un kam pasur njerëz të cilët donin patjetër të bënin politik në një emision që un po bëja një emision për artin. Ata donin patjetër që të fusnin politikën aty dhe unë ndjeva veten shumë keq. Aty filloi që unë kalova, pastaj shkova në spital, sepse donin patjetër të fusnin politikën, njerëzit duan të përfitojnë nga çdo gjë. Unë e kisha për tjetër gjë dhe ata e kishin për tjetër gjë dhe unë nuk përpiqja, sepse unë po drejtoja emisionin dhe unë nuk kisha si ta fyeja tjetrin. Ata po më fyen, e di ke ti. Kupton, me këtë mënyrë, ata ishin profesor doktor. Dhe atëherë unë u shokova dhe thash, ç'janë këto profesor doktor që sillen në këtë mënyrë? Dhe doja të bëja një pyetje të fundit, meqense minutat kaq na lejojnë, cila është ai mikrofon apo ajo studio e cila gjithmonë të emocionon këtu në radio? Direktja, sigurisht. Kur jam direkt me dëgjuesin, hapet mikrofoni, ke një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe dhe ti flet, edhe të gjithë dëgjojnë se ti bën montazh. Ne jeshim mësuar me montazh, po kur dola direkt, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Emocion. Ishte një emocion shumë i madh dhe unë dilja me faqe të kuqe dhe të gjithë thoshin, "Ua, sa bukur." Në fakt më kishte hyp tensioni. Dhe unë se kuptoja. Shumë vërtet. Ti urojmë atëherë të gjithëve gëzuar ditën botërore të radios nëpërmjet teje është një mrekulli. Cili është mesazhi që do të përcjellje në fund? Sikur të them një fjalë të urtë, ta mbajnë, unë shpesh e mbyllja emisionin me një fjalë dhe i thosha, "Mbajeni si paj." Ajo thot, është Francisco Goish dhe është piktor. Ai thoshte, kur arsyeja fle, shpirti pjell për bindsha. Kur mos e mbylli arsye. Gjithmonë thoni pse, si, qysh. Kjo është të trokasësh në derën e diturisë. Asnjëherë mos e merrni si të mirëqen një gjë që dëgjoni. Dhe kjo është ajo që arsyeja fle, shpirti pjell për bindsha. E jashtëzakonshme je Liliana Shanto. Kënaqësi shumë që të kisha sot në emision. Shumë faleminderit për ftesën. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit.